حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاطمة مطحوي رحمة الله عليه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. Dhe nuk I thojmë qafer, nuk e qesëm prej dinit, askan për atyre që janë musliman, për ndonjë gjunah të cilin e kanë bë, përderisa mos ta bëjnë halalat haram. Gjithashtu, nuk themi se mëkati apo gjunahi nuk e dëmton imanin për atë që bën atë gjuna. Ka për qëllim çështjen e tekfirit, nxjerrje apo temën e tekfirit, nxjerrjes së njerëzve apo qitjen e njerëzve musliman jashtë dinit të Allahut. E që është prej temave më të ndihshme në akide, në të cilën kanë rrshqitur dhe devijuar grupet plota, fraksionet plota të njerëzve, po edhe shumë individ, herët edhe vonë, derisa dhe kësaj dite. Andaj është njëra prej temave që është tepër e ndihshme. Edhe se nuk ja vlen që muslimani thjesht të merret në asnjë mënyrë me këtë temë, përpas atyre që janë ulema, dietar, njerëz të fortë, të mirë të çështjes së akides, dhe që gjykojnë me urtësi, me mençuri dhe duke bazuar në dëshmi, në fakte dhe në argumente. Përndryshe, duke munduar me seleksionuar dikend se është qafir, mundet me dalë shumë lehtë vetë prej feje, prej dinit, nëse ai nuk është qafir. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ai I cili thot muslimanit qafir, ai vetë ka bërë qafir. E ka ardhur në transmetim tjetër, ai cili bën vllaun e vet qafir, apo muslimanin qafir, fa huwa akfara, dhe në transmetim fa huwa akfaru. Ai ka bërë atë qafir, apo është bërë vetë qafir. Sepse kufri, ja ka me ju ngjit, ka me shku, taj që ka thonë për të se filan është qafir, ja ka më të këthyje ty, Allahu na rujt. Pra është një temë shumë e ndihshme. Për atë arsye Imam Tahawiu rahmetullahi alayhi don ta sqaroj në mënyrë që njerëzit të jenë suqel në këtë çështje. Sa I përket çështjes së tekfirit, dhe me thonë nxjerrjes së njerëzve muslimanë gjithëherë nga dini Allahut, gjejmë se muslimanët janë ndarë në 3 grupe. 2 grupe ekstreme,
njëra në një anë, në një skaj, e tjetra në anën e kundërt në skajën tjetër. Dhe grupi i tretë është mesi. E gjithmonë mesi është i artë. Dhe ne jemi ummet i mesëm dhe ne aty kemi vendin në mes. Nëpërmjet kësaj Imam Tahaviju ka për qëllim që kanë qenë para ti, por kanë ardhur dhe pas ti, sepse ky ka jetuar, kemi thanë më herët, fillim në shekullin e 4 Hijri. E ne jemi sot në shekullin e 15 Hijri. Këtë dënë në spastru me filtru akiden e ehl sunne wal jamaa, pejgamberit, sahabëve, tabiinëve, tabiinëve, 4 imamave. Por duke marrur akiden e Imam Ebu Hanifes, e që njëjtë akide është edhe imamave tjerë dhe selefëve tjerë, dhe me spastrue prej shiblave të cilat janë futur, dhe për trubullirave të fraksioneve të ndryshme, të cilat kanë ndikuar jo me të vogël në devijimin e shumë muslimanëve. Konkretisht ka për qëllim në 2 anë, kur thot njërën anë ekstreme, Khawarijt dhe Mu'tazilt. E që ne natyrisht e keni vrejtë për fillimit librit, nuk e kem pas synim me i cek fraksionet shumë, por me ik sa ma shumë, dhe me i cek sa ma pak, sepse një numër i tyre fraksioneve, grupeve, tashmë janë shkapërderdhje në hargjuar, janë tretori, ka shkatëruj madhi Allah, Azza wa Jall, që kanë dëmtu këtë islam dhe kanë kushtu muslimanëve shumë, por një grup i tyre, anë pse janë metur, se që është çështja e shijave atje, edhe disa aty këtu fraksioneve, apo pjesë fraksioneve, por me gjithate, kem pas për qëllim që ta kuptojmë vetëm hakun, pa e cek të kotën shumë. Në mënyrë që mos na ngërthehen dhe mos na pështjellen gjanat, sepse nuk kem për qëllim veç me fol, edhe me spjegu krejt ka është thonë, por me nxjerr i ndyrën e asaj që ka na vy neve për këtë dynja, për vorrin ton dhe për ditën kur kemi dalë para të madhe të Allah. Mjafton me qenë besimtari, njas, dashamirës dhe praktikus i hakut, i nurit dhe i dritës të Allahut. Rrugët e shtremta dhe të devijuara, ato nuk përfundojnë, dhe jo se cili musliman javlen me njoft ato, sepse shumë herë dëmtojnë ma shumë se sa që i ndihmojnë. Por në këtë rast, picekum shkurtimisht për hir të asaj që me lidh pak me realitetin, apo një pjesë realitetit tonë. Ka për qëllim Imam Tahaviju, rahmetullah alejhi, thash Khawarijt në njërën anë krejt një herë, në ekstrem atje. Khawarijt dhe Mu'tazilt. Khawarijt, të cilët zanafilën e tyre kanë nga koha e Osmanit, radiallahu anhu, por më të madhe, hapta si fraksion i madh pastaj, që besat si u shtrije plot, janë dalër në kohën e Aliut, radiallahu anhu, e që Aliu i ka luftuar ata njerëz me sahab të tjerë. Dhe imagjino këta njerëz në emën të Islamit kanë marrë guxim edhe sahabët që nga dita e parë e kanë shoqëruar pejgamberin deri në vdekje, kanë marrë guxim edhe ata me qit për dinit. Allahu na ruajt. Me nxjerr për dinit njerëzit më të mirë në tokë të Zotit. Sepse ata kanë thonë, ai njeri musliman, apo ai musliman i cili e bën një haram të madh, një gjuna të madh, automatikisht del prej dinit, bën i kufër.
fund. Dhe si I tillë do t'jetë në xhehenem për gjithmonë. Pra barazi me atë, I cili është kryqëzuar, është pagëzuar, I cili nuk ka besuar kur Allahun, barazi me atë I cili është për ullur I udhëve statujave, dhe kështu me radhë. Pra, ai cili bën një gjuna të madh, del prej dinit, është qafir, dhe vendin e ka në xhehenem edhe të përgjithmonë. Mu'tazilet, që janë më të vënshëm, por sherrën e kanë shumë të madh, e që mjerisht ende nuk janë rrojtët I nuk janë shkullur krejt, thonë se ai cili bën një gjuna të madh, nuk themi se ka të kalon kufër. Nuk themi se është qafir, por I themi se fasik, gjënaçar I madh. Por megjithatë, imani I tij është rënu, por nuk ka hin kufër. Në një koment, në një shprehje filozofike, ka dalë prej imanit, por nuk ka hin kufër. Xhavaresht shkurt, ka dalë prej dini, o hin kufër. Këta ka dalë prej imanit, që ka bënë gjëna të madh, por nuk ka hin kufër. E rezultati fund është I njëjtë, sepse edhe ata thojnë është për gjithmonë në xhehenem. Imagjinoti me qenë njeriu për gjithmonë në xhehenem. Përballë tyne, grupeve ekstreme, Allahu na rujt, është grupi tjetër, që gjithashtu kjo ka për qëllim, e që janë murxhijat. Ashtu quhen, të cilët thonë, as një mkat, as një gjuna, nuk e dëmton imanin. Me rëndësi është si mbas tyre, ta besosh me zemër, se Zoti është një, është hak, ekziston. Kaq. Kryve farzët, si kryve farzët, I shkele farz të Allahut, I te kalove kufejt e Zotit, bënë harame, krejt kja, nuk e dëmton imanin dhe ti je besimtar, I vërtet, I sinqert dhe je xhenetlin botën tjetër. E nuk e di sa po mund ta kuptoni, por edhe të atil të parë, jo Mu'tazile, por Khawarij, që me një gjunah, me një harame, do e treqes njeriu për dinit, po edhe këse tjerë ekstrem tash nga ana tjetër, që mendojnë se nuk e dëmton, nuk bën dëm mkati harame në iman, edhe të atil ka dhe sa dhe kësaj tite. Më pak ka grupit parë, anës të parë ekstreme, të cilët thonë se çdo gjuna me një haram, më pak apo më shumë, e qesin njeriu prej dinit, por ka. Anën banë botës islame ka. Ka. Për atë arsye, I shef dhe I gjen, qoftë edhe numruar me gishta, që marrën guxim, dhe I thonë filanit qafir, e filanit qafir, e filanit qafir, e që bisa atyre që falen xhami qafira, nga njëherë dikush për tyne, apo krejt, edhe hoxha mund tjetë qafir, edhe qëtëri qafir, nga që kontest, që të silën ata, që të rekon, jo, që të silën, që ka të thotë se rejzet e Khawarijve janë për cilë dhe kanë prekur edhe këta të sotë, ani pse nuk dojnë me I qujtë Khawarij, e nin veten të fyër, sikur se kjo është nakide, kuptone, sikur se në fik atje, që kena dhahirit, të cilët pakja kanë qëllu në din, për mësë në thonë kërkon, në fik, gjithherë, por rrezet e tyre janë për cilë dhe kanë ndikuar edhe se dhe kësaj dite, dhe ka njerëz të cilët me dashje pa dashje, por nuk dojnë me pranu që janë dhahiri,
në realitet japin fetva tamam sikurse dhahirit. Japin fetva sikurse dhahirit. Çka është ngjashmëria tyne dhe atyne? Khawarijt i kanë kthyer ajetet dhe hadithet të cilat flasin për gjëna të mëdha. Ai i cili bën këtë gjëna është xhehenam, ai i cili myt njeriu në xhehenam, ai i cili bën këto në xhehenam, është këto. Ajo është qafir, ajo këtu. I kanë shiku dhe kanë thënë të pidinit. Dhahirit i kanë kthyer tekstet edhe ata, por gjithmonë nga ana e respondencës së shariatit legislaturës, meselet e fikut i kanë kthyer në shqetësim të parë. Edhe kanë thënë, është në mënyrën urdhërore, dhe me thonë është vajibe e punë. Nuk e që ka më lodhë ma shumë. Dhe i kanë kundrështu me këtë tezë, apo këtë bindje, 4 mëdhëhebet e tjera, të cilat faktikisht kanë një peshë shumë të madhe në shariatin e Zotit. Dhe sot, në emën të këtij parimit, që thërpepërnu që në dhahiri, e japin fetva për shumë gjëra që i bin kundrështim me 4 mëdhëhebet. Për shembull, së çështja e hadithit, ai i cili të hjek thobin e vet, nëse teshën e vet, fustanin, pantallonat, zhag, është në xhehenam. E shikojnë hadithin, ishte që në parë, ai i cili hyn në xhami, mos tulet, dhe më thonë mënyrë urdhërore, nuk bën me ujë, pa e falë 2 recate, ai i cili prek avretin e vet, nuk ka abdest, dhe me dhjetra hadithe tjera, të cilat i shikojnë në shikim të parë. Në realitet, me qitë paken në sitë dhe me shishit paken në filtera, me qitë e shepse nuk është që ashtu kërkund. Kërkund nuk është që ashtu. Nëjse, çështja dhahirive, është tjetër krejtë, s'kem të bëjnë të me fik, por veç dishta me tregu se pe atjerët janë përcjellur gjëra, prej shekujve të parë janë përcjell, edhe në fik, edhe në akide. Pra Khawarijt, njeriu për sa do pak gjënahe, qofte një gjënahe po 2, kanë marrë guxim dhe kanë qitë njeriu prej dinit. Harrojnë, apo nuk e kuptojnë ata, tashimit e grupi i mesëm i tretë, se në shariat Zotit, në Koran dhe në hadithe, kemi argumente që është vështirë me i numëru, të cilat tregojnë qartazi se muslimani apo besimtari që kanë zemrën e tij sa një grims, sa një thërmi iman dhe besim, ka me dalë prej xhehenemit, qoftë edhe mas një kohë gjatë. Që ka të thëtë se i mbushur me harame, po. Zotën nuk e ka meritu xhehenemin pa qenë i mbushur me harame. Por përderisa ka pas në zemrën e tij një grimc iman, ai ka me dalë prej xhehenemit herda kurta. Argumentet janë të shumta. E që kam i bëha ty në argumenteve, si pas Khawarijve? Ku me ilan ato? Me fut njerëzit e në xhehenem për gjithmonë, pse e bojnë ata një mkat, apo 2 apo më shumë, ajo punë është zullum, dhe nuk është logjike, dhe është pa drejtësi, e Allah ja ka mohu pa drejtësin, vetës e ti, po edhe njerëzve në përgjithësi. Ne si musliman, nuk guxojmë muslimanët të themi qafir, jo të mkaq, që bën ndonjë haram, apo dhe prej dinit, por edhe nuk i themi se është përgjithmonë xhehenem gjithashtu,
por për gjithmonë xhehenem nuk i themi edhe çfarëve, sa t'jenë gjallë. Sa t'jenë gjallë. Nuk guxoj me emën për dikend, t'ja bojna me gisht, se filani është apo do t'jetë për gjithmonë në xhehenem. Sepse ne nuk i dim që shivje vdekja ti personit. Ndërsa nëse ka vdek ai si qafir, atëherë është e kundërta, nuk guxojmë të dyshojmë se ai është për gjithmonë në xhehenem. Nëse ka vdek si qafir. A sot është gjallë? Jo, sepse ai mund të pendohet, mund të beson, mund të pranojë Islamin edhe çastet e fundit të jetës së tij. Por themi, kufër si kufër, nëse vdesin njerëzit të kufër, janë në xhehenem. Në përgjithësi, pa e veçu. E pastaj, pas vdekjes së tyre themi, filani, nëse ka vdek qafir, ai është për gjithmonë në xhehenem. Edhe të mirujt i parimi shumë. Nuk guxojmë të themi qoftë qafir, qoftë musliman zullumçar, gjunahçar, i zhytur mëkatar, i zhytur në gjunahën harame, nuk guxojmë të themi se filanit kur Zoti s'ja fal. Nuk guxojmë. Qysh dëgjojmë nga njëherë njerëz të cilët marrën guxim edhe thojnë se filanit kur Zoti s'kam ja fal. Ajo është në gjunah në veti. Ajo është gjunah në veti. Me thonë se me prej, me këput, se filanit kur Zoti s'kam ja fal, është në katë në veti edhe prej gjunahëve matë më dhabile, sepse aty ta kalon Zotin dorë me të pyet, a mja fala, mos mja fala, atë e kim mëshirën e Zotit në dorë, dhe ndëgjën një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje. Thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kanë qenë dy persona të Benu Israelve, vllazër musliman, një i tërku. Shok. Njëri prej tyre ka qenë shumë i devotshëm. Tjetri haram, i zhytur në gjunah. Ky i devotshmi, sa herë po takohet me vllahun e tij, pekshëllon, Peter Grejtjen, derisa dikur i tha, kur për jetë Zoti tyje nuk ka me ta falë. Kur Zoti s'ka me ta falë. Ai çka i tha? Tha, a bën më mlan mu me Zotin tem. Ai gjunahçari. Se gjunahçar po, por vetën e tij i bindur se ka Zotin e madh. Dhe se Zoti është ai i cili me dasht e dënon, por me dasht ja fal. Nuk ndor tane. Të falënderit për këshill, por mos mi këpot shpresat mu se nuk ka më falë Zoti. Tha, a bën më mlan mu me Zotin tem, a mos të ka që Zoti tyje më përcjellë, më tregu mua më xhenet lija, xhehenem lija? A i tha, wallahi, kur Zoti s'ka me ta falë. Apo, kur Zoti nuk ka me të shtyjë në xhenet. S'kemi pa xhenetin kur me syti. Edhe vje gjeli dhe vdesin të dytë. Nuk është më rëndësi cili për para, më rëndësi vdesin. Dhe Allah azza wa jall u amër shpirtet e tyre, i ringjall të dytë. Dhe i thëtë Allah azza wa jall, ati që i ka qenit devotshëm. A, një metëm kë njoft mu e këtë ditë për mu qaq mirë, që ka bëjnë me njerëz? A va fale apo se a fale? Apo e ke pas ti ndorë mëshirën dhe rahmetin tem? A mi a fale, mos ja fale njerëzve që i thënë njeriut kur Zoti s'ta fal? I tha,
ati gjënaçarit, ti me rahmetin tem, shka hynë në xhenet. Ndërsa këtina të devotshmit, ti shka hynë në xhenem. Sepse kë boni punë të mira, por e boni një gjënat qashtë madh, sa që ja rënej punë të tina të mira tjera. Sepse ja këputi shpresen këti cili ka qenë i mbushur me harame, se Zoti s'ja falë kur. Pra që është jashtë, esenca është e kësaj, që shkem të folë me heret, s'pari nuk bën të gjykoj me njerëz pse bojnë kata dhe harame, se janë për gjithmonë xhenem dhe se Zoti s'va falë. Edhe se njeriu në sado që e shef të zhytur në harame, përderisa ai njeri e dën Allahun e madhruar, apo e dëshmon se e dën Allahun e madhruar, nuk bën të gjykojmë se Zoti atina nuk ja fal te bareke wa taala. Ngjaj shumë me këtë, është një hadith tjetër interesant ku një njeri ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por subhanallah, gjënaçar, pentaraki, alkohol. Ka pas emrin Abdullah dhe i thëshin Gomar atin e qushin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e rrehi, do të thonë, e dënoi për shkak që piu alkohol. Njëri prej shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha: o Zot, mallko këtë njeri. Që disa pejgamberi rrehi atë dhe nuk ja lënte. O Zot, mallko këtë njeri. Sa herë po ndëshkohet për alkohol, por nuk po ja lën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: mos e mallkoni, se wallahi atë që ka e di unë, kë e dënë Allahun dhe e dënë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. E dënë Allahun dhe e dënë Resulullahin, e dënë pejgamberin, por ja që epshet e tina, imani i dëpt, për e shtynë me bo harame, por nuk për nëzirën për imanit. E kur të mallkosh dikend, dhe me thane e smiretën më shirë del për dinit, pra të arsye është ndaluar e mallku dikend, që është ndaluar me thane diku i qafir. Se mallku dikend, dhe me thane, me nëzirë për dinit, me largu për rahmetit Zotit. E pejgamberi për të mëse mallkoni se e dënë Allahun. Që e dënë Allahun, me gjithë gjunahin e madh që ka bën, edhe që e ka hanguar dënimin, e ka shiu dënimin, edhe kanë marrë vesh njerëzit. E mirë, e pse mos themi ne edhe sot, për muslimanët tonë të cilët bëjnë harame, natën edhe ditën, haptas edhe fshehës, por doket se dojnë Allahun, e besojnë Allahun hak. Pse që themi njerëz se në qafira? Pse që themi? E dojnë Allahun. Edhe atë dashuri dhe atë besim që ka në Allahun, a mendon se nuk ka peshë të Zoti? E pa më herët të hadithi bënë Israel. Pas ai cili bën një gjuna, mund të jetë edhe shkak që ai se ka kuptu hakun e mirë. Apo ka dyshime rreth një çështjeje. Dyshon. Apo se ka kuptu si duhet. Apo e mërmenja që është në hak dhe i gra. Në realitet nuk është në hak. Me thonë, ka derë njës për mirë. Sikur se më këthy dikush në dalë në nara më falë, më nohet me gjithë kiblen për falët në kodë dërten. A i mënu, pa kërkoj se ka qëllu. A ta shletë gjykojmë se i s'ka namaz, kurse një është mënu. Në lidhje me këta, është një hadith tjetër, i njohur gjithashtu,
një plak apo njëri i shtyr moshë i vjetër për i Ben Israelve në kohën e vjetër, i thot bijve tina, kur vdes, më kallni, më dëgjni, dhe hinin e trupit tem, mërën një anë, në një diqka, hypnin kodër nalt. Dhe kur të frynë era, gjune, e ta mërera, e ta shpërndan, ta hup. Një transmetim tjetër për të njëjtin person, dhe hirin e trupit tem, kap në gjune në ujë. Duke menduar se Zoti nuk ka mundësi në këtë mënyrë me ngjall. E thot, sepse me bo mu më ngjall Allahu, ku për mu, ka më shtin gjehnem, se s'kam punu hajrë kur. Se më ka njeri mirë, e dijone. Shumë keq kam ba. Po, dhe vdekja tashmo pi do këtë vën, por për kuptan. E Allah i madhruar, të bareke o ta'ala, e të bëj hirin, e të bëj trupin, ja ktheu shpirtin e për Zotin punë lehtë, dhe i tha Zoti robit vetë, qka të shtyri tyje me vepru këte, qka u tha djelve. Dhe djelte krytin e manitën e babës, mas e vdeq. Tha o Zot të kumtu ty. Vetëm pse ju kumtu dënimit tëndë, kje ka ndikue me vepru kështu. E Allah i madhruar e fali atë njeri. E fali. Rahmeti Allahut është i madh. E kemi një çështje tjetër që është më rëndësi, ku Allah i madhruar disa gjunahe ka qujt një me kufër. Disa gjunahe mëkate ka qujt kufër. Për shembull ka thënë Allahu, wa man lam yahkum bima anzala Allah, fa ulaika humul kafirun. Ata të cilët nuk gjykojnë me atë libër të shaj që ka zbrit Zoti, ata janë qëfar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sababu al-muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Me sham muslimanin është fisk, është tërsi, gjunah i madh. Nuk bën me sham muslimanin. është fusuq, fisk dhe me thonë këran dërejgje tull timanit. Ke bu haram. Ke bu gjunat ma. Por, qitaluhu me liftu me muslimanin, kufrun është kufr del pidinit. Apo në hadith tjetër, kur njeri i thët vllaut vet, o qafir, ai që fështash pak më herët, të njani shkon. Apo hadith e pejgamberit tjetër alayhi salatu wassalam, nuk ndodh me bo zina, kur bën zinaçari zina duke qenë musliman. E nuk ndodh me vjedh, kur vjedh hajni muslimani, duke qenë musliman. E nuk ndodh me pi alkohol kur pin, duke qenë musliman. Pra, dalimani, prej trupit bëhet qafir, kështu kuptohet kjo. Apo hadithi, bejnë el muslimu bejnë el kufri, tarku sala, mes muslimanit edhe mes kufrit është lamja namazit. Apo, men ata kahinen fasaddaqahu, au ata mra'atan fi duburiha, faqad kafara bima unzila ala Muhammedin, ai cili shkon të ndonjë magjitar, falltor dhe i beson, apo ai cili flan gruan e tij në anus për mrapa, Allah i nderoft, në kanalin e mrapshot, ai ka bo kufër,
apo ka mohuar ata që ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ai i cili betohet jo në Zotin ka bë kufër. Dhe shumë hadithe të ngjashme që ceket çështja e kufrit nëse bën këtë vepër. Çka të themi kësaj? Të Khawarij të kuptua atje. Të ta o krye mesela, ai ka dalë për dinit më njëherë. Të murxhiat në anën tjetër, edhe atje kuptuat, bën çka të bën ai si të beson Zotin hak, ai musliman. Por të Ahlus Sunna wal Jamaa jo. Ja, sepse ata një ujdi konsenzus krejt. I madhe i vogël i tyne, i hershëm dhe i vënshëm, se besimtari me asë një gjuna, qëfar do të qoftë që e bën përderisa nuk e bën halal qatë haram, nuk del prej dinit. E nëse e bën halal haramin, që shndodh me shumë vëllezër tonë, të cilët i thënë veti muslimon, por e bën halal alkoholin të azami, dhe prap e justifikojmë një tro derisa të sharojmë mëse ka prej mosdije, por prap pas ja sharon se është parim, është bazë e fortë e dinit Allahut këtë çështje, dhe prap vazhdon me e refuzu, apo me bo halal nëse haram, apo me bo haram nëse është, apo në kodë me bo haramin halal, halalin haram, si përshka me mohue shamin atje, me mohue namazin atje, ose alkohol me bo halal, ose zinon me bo halal, ose vjedhin me bo halal, ai del prej dinit. Por nëse veç e bën si gjuna, që shkem të folë deri me tani, dhe kuptan se është haram, Ahlus Sunna wal Jamaa nuk e qesin atë njeri prej dinit. A kemi argumente tjera për këtë, kemi sa të dush. Allah i madhruar, te bareke wa taala, na tregon apo na informon qartë se njeriu me këto harame çfarë do ka të bën nuk del prej dinit. Për shembull, ka thënë Allah: "Faman ufiya lahu faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf." Kur flet për qisas do të thonë kur dikush ta mbyt dikon ta afërmëton. Edhe ti je kujdestari të vdekurit. Në dorën tonë është jeta e atij gjakit tina. Ndash shteti ta ekzekuton, sepse gjaki ti është halal. Po ndash, me ja fal, e me ranë gjak me pagu me parandije, po nëse dërë me ja fal krejt. Allahu pa thot, "Faman ufiya lahu min akhihi", e ati që i falet prej vllaut tina, ati që i falet prej vllaut ati katilit vrasësit, që i falet vllati, cilë vllai ti është ky kujdestari familjar. Ky kujdestari familjar, pra po thotë Allah është vllai i atij që ka mbyt. Pa i ka bë gjëra të mëdha, ka der gjak, pse më quajt vlla? Mos me dal pi dinë, mos me kanë musliman nuk thuhet vlla. Por anë pse ka bëhet haram? Ai nuk del prej rrethit që është vllai yt e hala, por gjaki i tij është halal. A ka thonë Allahu: "Wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dhe nëse dy grupe apo qoftë dy individ vritë luftojnë mes veti mes muslimanëve, pajtoni ju mes tyre. Min al-mu'minin prej besimtarëve, nuk po thotë njëna musliman njëna kafir. Ato dy aty me qenë besimtar, dy individat me qenë musliman besimtar, por e lufton njëri tjetrin. Allah nuk po thotë se njëri prej tyre del prej dinit. Dhe thotë Allah azza wa jall: "Innama al-mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum." Me të vërtet besimtarët janë vëllezër, edhe pajtoni, bashkoni muslimanët mes veti. Pra, dhe argumente tjera të shumta të cilat flasin, se edhe konsenzusi ulemave krejt, se njeriu nuk del prej dinit muslimani për ndonjë gjuna që e bën. Por përgjigjja e këtyre argumenteve se ka bë kufër është që shkanë thonë ulemaja është kufër ameli, la kufër itiqadi. Është kufër në vepër, në punë, jo kufër në imanën, në besim. Pra kufri është shkallë, sikurse imani që është shkallë. Imani është shkallë, edhe kufri është shkallë.
Ai nuk e ka mohuar Allah, nuk e ka mohuar bazat e dinit të cilat e nxjerrin prej dinit. Por thjesht ka bërë ndonjë haram, ndonjë gjuna, dhe se i till ai meriton dënim, meriton dëshkim, ndoshta meriton të ekzekutohet krejt, por prapse prap mbetet vëlla i joni. Të çështja e jetës që thamë në fillim, ata që nuk gjykojnë me ligjin e Zotit janë qofar, edhe kjo ajet në vetveten e vet, sikur se shumë të tjera i kanë bërë sot shumë musliman mi përngja xhavarëjve atje para 13-14 shekujve. Shumë i kanë bërë me i përngja. Për atë arsye gjenë sot një numër të madh të muslimanëve, xhamatit muslimanëve dhe xhamijave, të cilët me dy fjalë, pa u lodhur, krejt pushtetarët musliman kudo që janë këtë dynja që nuk gjykojnë me ligjin e Allahut, thonë janë qëfar duke bazuar në këtë ajet Kur'an. Dhe kjo është mendimi i xhavarëjve, që është përcjellë deri sot. E pastaj kur gjykojnë se ai i cili është qafir nëse nuk gjykon me ligjin e Allahut, nën të futen edhe shumë gjana tjera, ai i cili shkon në fakultetin juridik, e studion këtë kanunin e kufrit, tagutit, del prej dinit, ai i cili punon në qeveri sepse ka bashkëpunu me ta, që aty ku gjykohet, në institucionet shtetit, dhe faktikisht po dalin musliman prej dinit, runa zot sa të dush. Po dalin prej dinit. A realiteti është ndryshe krejt. Sa ai i cili gjykon me atë që nuk gjykon me atë që ka zbrit Zoti, në më mund të jetë kufër, që nxjerr prej dinit, por mund të jetë edhe haram, gjunaqar, fasik. Mund të jetë, por mund të mos të jetë edhe gjunaqar, fasik, as qafir. Për atë arsye kanë thënë ulemaja. Nëse dikush nuk gjykon me ligj të Zotit, duke menduar se ligji i Zotit, edhe pse e beson që ligji i Zotit, sa ata që besojnë nuk janë musliman hiç, edhe pse e beson, por mendon se nuk është adekuat për kohën bashkohore. Nuk është adekuat. Ose mendon se unë jam i lirë, unë me dash gjykoj me Koran, me dash gjykoj me ligje tjera të dunjas. Shku më bëj që ka tu, unë jam i lirë, por e beson gjithmonë Koran. Apo se është më mirë me gjyku me ligje tjera, kjo është qafir. Nuk diskutohet. Mirë po, nëse e njeh të obligueshme, e pranon se është vajxhib me gjyku me ligjin e Zotit, po nuk gjykon me te, me gjithatë, i bie sikur se ai që e kupton se rakia, alkooli është haram, por e pin. Na thamë herë se ai që e konsideron alkoolin haram, por e pin nuk del pi dinit. Se pranon që është ka vendin e vet, por që e bën çat haram, nuk del pi dinit, të gjunaqar. Është gjunaqar e njëri. E lloji i tretë, që ka për njerëzve, nuk guxojmë të mendojmë, të futëm këtë një thes, nuk gjykon me ligj të Allahut, jo se nuk e beson, dhe jo se nuk është i kënaqur me te, por pse nuk ka mundësi me gjyku me ligj të Zotit. S'ka mundësi. Është e pamundur të gjykoj me ligj të Zotit. Ai pse më ngarkon njeriu me thonë është fasik apo është qafir. Ai në shpirt e ka, sikur se ne muslimanët. A nuk kemi qef në çdo send këtë dynja me qenë sipas Koranit, çdo send këtë dynja, prej vetës tonë, e familjes tonë, e shoqërisë, deri tek lindët tek perëndon me qenë sipas ligjit të Zotit, sepse është më e mira, më e drejta, më e mëshirshmja, më e bardha, më tana të mira kënd, më e lumtura, më gjyku dhe më jetua sipas fjalës të Zotit. Po nuk po mujt ta bëjmë. Edhe shpëton shumë herë se me bëjmë. Tash nëse ai pse se bën në pushtet atje, në botën arabe atje ai pushtetari musliman, pse s'po mund e bën apo diku tjetër, edhe nëse më bën në shtëpi, po pak më pak diçka çfarë dallimi kemi. Nëse ai pse s'po mund por po don, po s'po mund, është qafir,
Atër pse te one nëse shpetane për dënë pas për më në bënë të pse nuk i qafer, qëfar dallimi ka? Dhe kjo puna problemi madh, me nxjerr njerëzit për dinit kështu, pa kush mbetet në din. O shtem, thashën fillim, shumë e ndishme, dhe për me shpejtu pak, se o zgjatë shumë këtë çështje, me dalë prapë të murxhiat atje, dhe nuk themi që ka thoni Imam Tahaviju, se nuk e dëmton gjunahi imanin. Gjunahi imanin e dëmton edhe mund të rënon krejt. Sepse simbas murxhjeve, simbas ti fraksionit, krejt ata që shtojnë se të shqiptarë tonë, zemrën e kam të mirë dhe një më xhennet drejt. Ama pse nuk kryjnë farz Zotit kur, dhe pse nuk lënë haram pa bu kur, ati ne mjafton se ka zemrën e mirë. Kjo është mendimi murxhive që e kanë thonë këta, qysh moti, e thonë se një numër i muslimanëve, pa e ditë ka zanafillën kë mendim. Përva ka zbukuruar dreqi, këtyne tonëve, që ka pëzbukuruar atyne atje. Gjunahi dëmton imanin shumë, dhe ai gjunah mund dikoj të besimtari, me dëmtu imanin, mund dikoj që ne të rafta ndëshkojmë, mund dikoj që atë të ekzekutojmë krejt. E pastaj, e ka mohuar, e se ka mohuar, falun pak më herët, apo ka bo për budallaki dhe për epshet e tija gjuna, ajo mbetet mes ti dhe mes Zotit nesër kur dalim para Allahut ditën e gjykimit. Ka qenë një sahabi emrin Qudamet ibn Abdillah, njëni prej sahabëve, i cili pinte alkohol edhe pasi u ndalu alkoholi. Dhe ai thonte ka thonë Allahu, që kur çështja për argument se të besosh Zotin për çka dush, lesa lilladhina amanu wa amilu salihat, nuk ka problem për ata që kanë besuar dhe bëjnë punë të mira, s'ka gjuna për ta. Fima ta'imu idha mattaqu wa amanu wa amilu salihati, nuk ka gjuna për ta, nëse ata kanë besuar dhe kanë punuar punë të mira, pra të bëjnë çka dojnë. Dhe ai i grahtë alkoholit, e Omeri thirrë këtë dhe po e ka poja. E thirrë Omeri radiallahu anhu edhe mordha ndëshkaj. Dhe tha Omeri, te kërkon se ke kuptue shariatin e Zotit. Ti o Zotni, tha, me kanë besu tamam, që shdohet, mi këntu të Zotit tamam, që shpe komenton këta jetë, të i shëruj për harameve, kështë punu pun të mira, dhe shik për harameve, por as ke besu si dohet, e as ke punu pun të mira, e ka për gra punve të këqia, të thonë një më mirë jo, sa i cili besan tamam, dhe ai i cili është i bindur në Allahun, dhe ndjen vetën besimtarat e shtynë edhe me punu, edhe ai i cili besan edhe punon mirë, natyrisht edhe mundohet me ikë gjunaheve, që nuk ndikon gjunahin iman. Gjunahin ndikon iman shumë, për atë arsye, ne musliman, që them jemi grupi mes me Ahlus Sunne wal Jamaa, mes asaj edhe mes kësaj, e është çështje shumë e ndihshme, çështja e nxjerrjes së njerëzve nga dini i Allahut Azza wa Jall. Kaq natyrisht se o zot kjo temë ndoshta kam të diçka pa thon. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.